Kush është Jezusi i Krishter? Pra, le të fillojmë duke kuptuar kush është Jezusi i Krishter. Siç është shkruar. Atëherë Zoti tha: Le të bëjmë njeriun, sipas shëmbulltyrës son, sipas ngjashmërisë son. Zanafilla 1:26. Fjalët kyçe në këtë shkrim janë le të bëjmë dhe sipas shëmbulltyrës son dhe sipas ngjashmërisë son. Kjo do të thotë se ka një tjetër që Zoti i referohet që do të thotë Jezusi. Kjo lidhet me atë që Jezusi thotë në Vjetën e Re. Jezusi thotë: Pra, tani, Baba, më lavdëron në praninë tënde me lavdinë që kisha në praninë tënde para se të ekzistonte bota. Gjoni 17:5. Kjo qartëson se Jezusi ishte me Zotin para se të ekzistonte bota. Kjo është e rëndësishme. Ndërsa kuptojmë më tej rolin e Jezusit në krijim dhe në këtë botë dhe botën që do të vijë. Jezusi u tha atyre, me të vërtet, po ju them, para se të ishte Abrahami, unë jam. Gjoni 8:58. Këtu në shkrimet e shenjta, ne shohim qartë se Jezusi po e identifikon veten e tij si para Abrahamit. Dhe ai e identifikon veten e tij si unë jam, që përdoret nga Zoti në shkrimin e mëposhtëm. Zoti I tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Ai tha më tej: Kështu do t'u thuash izraelitëve, unë jam më ka dërguar tek ju. Eksodi 3:14. Do të lejoj që shkrimet e unë jam të flasin për veten e tyre, pasi ato duhet të flasin për veten e tyre më qartë se sa mund të shpreh ose të pretendoj unë. Konsideroni përdorimin e mëposhtëm të unë jam nga Jezusi në Vjetën e Re, cituar nga Jezusi si mëposhtë. Dhe Jezusi u tha atyre: Unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë kur uri, dhe ai që beson në mua nuk do të ketë kur etje. Gjoni 6:35. Pastaj Jezusi u foli atyre përsëri, duke thënë, unë jam drita e botës. Ai që më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Gjoni 8:12 lidhur me jetën e përjetshme dhe shpëtimin, siç është shkruar, Jezusi thotë në fjalën: Unë jam dera. Nëse dikush hyn përmes meje, ai do të shpëtohet dhe do të hyjë e do të dalë dhe do të gjejë kullo. Gjoni 10:9 Unë jam bariu I mirë. Bariu I mirë jep jetën e tij për delët. Gjoni 10:11 Jezusi I tha asaj: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe pse mund të vdes, do të jetojë. Dhe kushto që jeton dhe beson në mua nuk do të vdes kurrë. A e beson këtë? Gjoni 11:25-26 Jezusi I tha atij: Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Jon 14:6 Unë jam hardhia, ju jeni degët. Ata që qëndrojnë në mua dhe unë në ta, japin shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Gjoni 15:5 Përsëri, kryeprifti e pyeti, a jeti Mesia, biri I të bekuarit? Unë jam, tha Jezusi, dhe ju do të shihni birin e njeriut duke ulur në të djathtën e të plotfuqishmit dhe duke ardhur mbi rreth e qiellit. Marku 14:62 Kush është, pra, ky Jezus, Krishti? Siç është shkruar në shkrimet. Ai është imazhi I Perëndisë së padukshëm, I parlinduri I gjithë krijimit. Sepse në të gjitha gjërat në qiell dhe në tokë u krijuan, gjërat e dukshme dhe të padukshme, qofshin frone apo zotërime, apo sundues apo fuqi, të gjitha gjërat janë krijuar nëpërmjet Tij dhe për të. Ai vetë është para të gjitha gjërave dhe në të gjitha gjërat mbahen së bashku. Ai është koka e trupit, kishës. Ai është fillimi, I parlinduri nga të vdekurit, që ai të mund të ketë vendin e parë në gjithçka.
sepse në të gjithë plotësia e Perëndis ishte e kënaqur të banoj. Dhe nëpërmjet tij, Perëndia ishte i kënaqur të pajtojë me veten e tij të gjitha gjërat, qofshin në tokë apo në qiell, duke bërë paqe nëpërmjet gjakut të kryqit të tij. Kolosianëve 1. Dhe Jezusi erdhi dhe u tha atyre: Mua më është dhënë gjithë autoriteti në qiell dhe në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar në emër të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar. Dhe mbani mend, unë jam me ju gjithmonë, deri në fund të kohës. Mateu 28:18-20. Shkrimi I mëposhtëm identifikon Jezusin si fjala e Perëndisë bërë mish, nga e cila të gjitha gjërat u bën nëpërmjet tij dhe pa të, asnjë gjë nuk u bë. Siç është shkruar: Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ai ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën nëpërmjet tij, dhe pa të, asnjë gjë nuk u bë. Ajo që u bë në të ishte jeta. Dhe jeta ishte drita e të gjithë njerëzve. Drita shkëlqen në errësirë, dhe errësira nuk e mposhti atë. Ai ishte në botë, dhe bota u bë nëpërmjet tij. Megjithatë, bota nuk e njohu atë. Ai erdhi në atë që ishte e tij, dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, që besuan në emrin e tij, ai u dha pushtet të bëhen bijtë të Perëndisë, të cilët lindën jo nga gjaku, as nga dëshira e mishit, as nga dëshira e njeriut, por nga Perëndia. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Dhe ne pam lavdinë e tij, lavdi si e të vetëm lindurit nga Ati, plot hir dhe të vërtetë. Gjoni 1:14. Në fjalët e Gjonit, pagëzorit, në librin e Gjonit, shkruhet të nesërmen, ai pa Jezusin duke ardhur drejt tij dhe shpalli: Ja qengji I Perëndisë që heq mëkatin e botës. Dhe Gjoni dëshmoi: Pash shpirtin duke zbritur nga qielli si një pëllumb, dhe qëndroi mbi të. Unë vetë nuk e njihja, por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë më tha: Ai mbi të cilin do të shohësh shpirtin të zbresë dhe të qëndroj. Është ai që pagëzon me shpirtin e shenjtë. Dhe unë vetë kam parë dhe kam dëshmuar se ky është biri I Perëndisë. Të nesërmen, Gjoni përsëri qëndronte me 2 nga dishepujt e tij, dhe ndërsa shikonte Jezusin duke kaluar, ai thirri: Shikoni, ja qengji I Perëndisë. Gjoni 1:29-36. Shkrimi tregon qartë se ata që nuk besojnë në Jezusin janë të dënuar tashmë, sepse nuk kanë besuar në emrin e Birit të Perëndisë. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetëm, që kushto që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Në të vërtetë, Perëndia nuk e dërgoi birin në botë për të dënuar botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Ata që besojnë në të nuk janë të dënuar, por ata që nuk besojnë janë të dënuar tashmë, sepse nuk kanë besuar në emrin e Birit të vetëm të Perëndisë. Gjoni 3:16-18. Jezusi I tha atij: Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Gjoni 14:6. Ne vazhdojmë me shkrimin e ardhshëm. Jezusi është variu dhe një paralajmërim I sinqert për ata që nuk e pranojnë ose ndjekin Jezusin, por dikë tjetër. Sepse vetëm nëpërmjet Jezusit mund të vijë dikush para Perëndisë. Me të vërtet, po ju them, kushto që nuk hyn në vathën e deleve nga porta, por ngjitet nga një rrugë tjetër, është hajdut dhe bandit.
Ai që hyn nga porta është varju i deleve. Portieri ja hap portën atij dhe delet dëgjojnë zërin e tij. Ai I thërret delet e tij me emër dhe I nxjerr jashtë. Kur I ka nxjerrë të gjitha të vetat, ai shkon përpara tyre. Dhe delet e ndjekin sepse e njohin zërin e tij. Ato nuk do të ndjekin një të huaj, por do të ikin prej tij sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Jezusi përdori këtë figurë të folurit me ta, por ata nuk e kuptuan. Çfarë po thoshte? Kështu që përsëri, Jezusi u tha atyre: me të vërtet, po ju them, unë jam porta për delet. Të gjitha ata që erdhën para meje janë hajdut dhe bandit, por delet nuk I dëgjuan ata. Unë jam porta. Kushto që hyn nëpërmjet meje do të shpëtohet dhe do të hyjë e do të dalë dhe do të gjejë kullov. Hajduti vjen vetëm për të vjedhur, vrarë dhe shkatëruar. Unë erdha që ata të kenë jetë dhe ta kenë me bollë. Unë jam bariu I mirë. Bariu I mirë jep jetën e tij për delet. Unë jam bariu I mirë. Unë I njoh të mit dhe të mit më njohin mua, ashtu si ati më njeh mua dhe unë e njoh atin. Dhe unë jap jetën time për delet. Për këtë arsye ati më do, sepse unë jap jetën time për ta marrë përsëri. Askush nuk ma merr atë, por unë e jap me dëshirën time. Unë kam pushtet të jap atë dhe kam pushtet të marrë përsëri. Unë e kam marrë këtë urdhërim nga Ati im. Gjoni 10:2-18. Në përmbledhje Jezusi thot dhe bën të qartë se nuk ka rrugë tjetër për shpëtim përveç se përmes Jezusit, dhe se ai është urdhëruar të bindet ndaj Zotit, Atit të tij, për të dhënë jetën e tij si një sakrificë e shenjtë për të gjithë njerëzimin për të shpëtuar ata nga mëkatet e tyre. Njerëzit e njerëzimit janë dele. Jezusi është në gjendje ta bëjë këtë sepse ai është I pastër, I papërlyer, dhe ai është koka e trupit të njeriu. Ai është krijuesi I gjithë njerëzimit dhe gjithçka që ekziston ka ardhur përmes tij. Dhe për të, ai ka këtë autoritet, siç është ndarë në shkrimet e shenjta. Konsideroni shkrimin e mëposhtëm për të ndihmuar më tej dëgjuesin të kuptojë. Por dua që të kuptoni se Krishti është koka e çdo njeriu, dhe burri është koka e gruas së tij, dhe Zoti është koka e Krishtit. 1 Korintasve 1:11. Kujtoni shkrimet që ndam më herët si më poshtë. Ai është imazhi I Zotit të padukshëm, I parlinduri I gjithë krijimit. Sepse në të gjitha gjërat banojnë, qielli dhe toka u krijuan. Gjërat e dukshme dhe të padukshme, qofshin frone apo zotërime, apo sundues apo fuqi, të gjitha gjërat janë krijuar nëpërmjet tij dhe për të. Ai vetë është para të gjitha gjërave dhe në të gjitha gjërat mbahen së bashku. Ai është koka e trupit, kishës. Ai është fillimi I parlinduri nga të vdekurit, që ai të mund të ketë vendin e parë në gjithçka. Sepse në të gjithë plotësia e Zotit ishte e kënaqur të banojë. Dhe nëpërmjet tij, Zoti ishte I kënaqur të pajtojë me veten e tij të gjitha gjërat, qofshin në tokë apo në qiell. Duke bërë paqen nëpërmjet gjakut të kryqit të tij. Kolosianëve 1:15-20. Dhe gjithashtu të kujtojmë shkrimin e mëposhtëm. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Zotin. Dhe fjala ishte Zot. Ai ishte në fillim me Zotin. Të gjitha gjërat u bën nëpërmjet tij dhe pa të, asnjë gjë nuk u bë. Ajo që erdhi në ekzistencë në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e të gjithë njerëzve. Gjoni 1:4. Shkrimi I mëposhtëm është për rënien e njeriut përmes Adamit dhe pajtimin e njeriut përmes Jezusit dhe sakrificën e tij në kryq për mëkatet e njeriut. Prandaj, ashtu si shkelja e një njeriu çoi në dënim për të gjithë, kështu, akti I drejtësisë së një njeriu çon në justifikim. Dhe jetë për të gjithë.
sepse ashtu si me mosbindjen e një njeriu shumë u bën mëkatar. Kështu me bindjen e një njeriu shumë do të bëhen të drejtë. Romakëve 5:18-19. Lavdi Zotit në lartësitë. Bekime në udhëtimin tuaj. Pëlqeni dhe ndiqni kanalin ton për më shumë video.